Dilemës tuaj ditore, çka ka me hongër? Do t'ju përgjigjen fytyrat më të famshme në Kosovë. Çdo ditë në ekranin e Radio Televizionit 21 do t'ju vinë recetat e shijshme. Çka ka me hongër? Nga e hëna në të premtë, nga ora 17:45. Përshëndetje, unë jam Donat Qosja, mirë se vini në emisionin Çka ka me hongër. Palacinka! Paramenoni, unë jam kuzhinieri juaj për sot, me mgumu ju rrinin diet. Se dhja është kjo thika që duhet, po... Kjo është vërtetja ajo që zakonisht pra në për filmat një gruja me to. Sa e di unë, është të përzirja, të ndjeshmëria e përzirjes veve. Edhe këtu e ka një farë shpirti që tash po ja u trazoj. Me ditë gruja që jam të bo tash ish gëzu shokët e MC Kreshës, specialistat. Po më duket që kom drejt me përdor ndihmën e mikut, pra vetëm pak një moment, prit në kuzhinierin. Oh yeah!